Zoti Spao, pyetje që duhe vërtetërijet të sa më afër se vërtetës, si të thuash. Afër se e vërteta, si thot Karl Popper, nuk është ajo që vetëm njëra që themi. Keni ambicie për të rikthyer në politikë, apo e keni mbyllur këtë kapitull fare? Nuk kam. Nuk kam sepse e ke mbyllur. Nuk shoh në perspektivë, se po të kishte një ndryshim të ambientit politik në Shqipëri, pse jo. Por e shikoj të errët gjendjen në dy krahët e politikës së Shqipërisë, përjedhoi edhe veçanërisht Partinë Demokratike që edhe për shumë vite, edhe për një 10 vjet nuk kam shpresë që do të ndryshojë ndonjë gjë. Tani, edhe një pyetje tjetër shumë e hapur. Jo, unë nuk e besoj, po ka gojë zera që thonë që ju doni të ndani, doni dhe ju ndonjë detyrë, që edhe kjo legjitime është. Shumë e vërtet, normale. Vetëm po të themi gjë. Si ka marrë Dasheja, po dhe Shabani, sepse Edi Rama i ben këto, i jep, Edi Rama hedh shumë. Unë do pranoja për shembull vetëm kryeministër. Tiki Rama të vion. Do me thënë Edi Rama ty të marka me dro dhe ai. Vetëm kryeministër. Këtu po shpallë armiqësi, do me thënë ty s'ta afronte dera, do me thënë që tu do t'jesh. Jo. Edhe do shikosh. Jo, ta pyeta. Ase kam pasur. Sa mirë që të pyeta se mora vesh. E drama nuk të le të kalosh as te protesta. Ase kam pasur që të marr pushtet nga PS-ja, ase kam, as do ta kem në të ardhmen. Sepse kam, siç e the vet, 35 vjet në PD. Dhe nuk dua të shkel mbi ato kontribute që kam dhënë. A jam unë kritik sot me PD-n? Pafund. Por për interes PD-s, jo për interesin tim personal. Sepse shumë e vështirë për mua, edhe të unë jam me ty okay, se e vëre, thonë shumë njerëz, kjo do në një detyrë të rëndësishme, afrohet tonë me televizionet që janë afre dramës e të gjitha, po ti s'ke ku të flasësh, pastaj se edhe i detyruar të shkosh në televizionet, gjithë do të thuash fjalët e tua, e kupton. Unë jam okay në këtë histori. Pra, me të thënë Drama, ajde, Ministri Financave për shembull, që ma i tjetër mund të largohet sepse shumë larg teje, ti i thua stop apo ja? As mos e imagjino. Edhe Ministri Finance? As mos e imagjino. As mos e imagjino. Ne unë në mënyrë metaforike për të bërë edhe humor, thash pranoj vetëm kryeministër. Jo, ti dhe përgjigje... Tiki Rama të vion. Ti dhe përgjigje ekselente, mo. Ti the... Lark. Kalojmë tani... Edhe Rama këtë e di. E di Rama. Pa diskutim. Po kjo të nderon ty, kjo që the. Sepse që t'jemi sinqert edhe Rama mos kujtoj që nuk i njeh njerëzit. Jam i bindur. Jam i bindur për të punë. Tani, kalojmë në një moment tjetër, besoj të rëndësishëm. Dhe ju jeni i angazhuar në këtë pikë. Dhe ndoshta mund të dhe përplasemi për në një. Mund si gazetar dhe ju si politikan mund të themi. Krejt normal në një intervistë. Protesta e qytetarëve është sot në ditën e 51, reduktuar për shkak të temperaturave të gjitha, po edhe për shkak të kohës zgjatjes. Ju keni bërë disa deklarata që afruar dhe nga televizione afër qeverisë, dukeni si kundër protestës. Pse? Jo, nuk dukem. Unë jam kundër protestës. Pse? Ashpër kundër protestës. Okej. Në ditën e parë. Dhe vazhdoj me këtë qëndrim edhe sot. Dhe pse? Për mua protesta, këtu në Shqipëri ka arsye për të protestuar pafund. Dhe Rama duhet kishte ikur me kohë, jo sot. Ramën vazhdon e mban pushtet Berisha. Sepse s'ka opozit. Dhe i duhet shumë, doktori Ramës. Dhe lufton që tjetë jo vetëm sa më jetë gjatë, po edhe por vetë protesta nisjen nuk e pati nga shqetësimet e qytetarëve. Një ditë të bukur me sust, protesta filloi për investimin në Zvërnec. Po. Ju e dini që unë kam punuar shumë vite në turizëm. Dhe them që i di disa gjëra që kanë të bëjnë me zhvillimin e turizmit. Dhe mendoj që ky është një nga investimet më të mëdha që është ofruar Shqipërisë dhe do duhet të realizohet. Unë pas kam bërë një gabim, më shkruajnë,
Thash dashej në vend të dashsulës. Për para se tani dhe temperatura. Poshtë, as unë nuk e vura re. Se vura ti dhe temperatura shumë të lartë, edhe nga trojët. Po njerëzit e kuptojnë. Patur njerëz me të cilin zoti Spau kam bashkëpunuar, tani është 40, sot ishte 40, 41. Po unë kam patur njerëz që kam bashkëpunuar që edhe në 28 ndalonte më. Ju ndalonte në 30 gradë, ju ndalonte mendja. Ndalon, jo 40, bëjmë një gabim, të na falni. Jo të funksionon edhe në temperaturat larta. Qartë. Po? Pra e di që është shumë e vështirë të realizosh një investim tillë, për të mos thënë e pamundur. Dhe Shqipëria deri më sot nuk ka asnjë rezort turistik nivelit lart. Asnjë. Më thua një emër të një firme ndërkombëtare që operon Bregdetin shqiptar. Club Med ka krijuar një fshat turistik. Kanë dashur ti. 2 kanë Korfuz. Të paktën 2 kur e kam vizituar unë. Shteti nuk ka dashur. Në 95. Tuin që i ka marrë për vete pjesën ndërmuese të tokave, pronave i ka marrë për vete. Që nga Berisha i ka zhvilluar jo për turizëm, por për ndërtime për të qitur apartamente dhe vila. Pik. Ky nuk është turizëm. Kështu që të ndërtohet një resort. Pra të huajt ata nuk i kanë afruar për këtë arsye. Ti, zoti Spau, ti je i sigurt që aty do të kishte vërtet një investim serioz të dhëndrit të Trumpit? Unë shpresoj që do ketë. Emrin dhëndri i Trumpit ja kanë vënë më shumë për të... Ja, dhëndri i Trumpit. Për interesa. Dhe janë 4,5 miliard euro. Po do jetë ne kemi folur vazhdimisht. Konsorcium investitorësh. Ata janë 2... Ku nuk dihet se kush do ketë më shumë e kush do ketë më pak. Janë 2 Sirianë, që jetojnë në Katar, shumë të pasur, të cilët hedhin një sasi të madhe parash. Po shumë mirë. Ku është e keqja? Ku është e keqja? Jo, ndoshta do kishte të keqje po të ndodhte, po ta shikonim më pas çfarë do ndodhte. A do hidheshin ato parat vërtet aty e tjera. Por nëse ta lëm këtë moment. Ju thoni që protesta është neomarksiste, islamo para se ta mbyll këtë. Para se të kalojmë te kjo pikë. Më lër të them edhe diçka. Ka akuza për mungesë transparence. Unë që e njoh procesin se si ecën një investim. Janë akuzat vërteta për mungesë transparence. Them që pas dhënies lejes zhvillimit, fillon periudha që duhet ketë transparencë. Pas dhënies sepse leja zhvillimit. Zoti Spau, si fillojnë punimet aty? Prit një minutë. Pse fillojnë punimet pas leja zhvillimit? Cilat punime? Mbyllja e komplete e territorit dhe... Por, kur merr lejen e zhvillimit, duhet ta rrethosh territorin. Ata kanë bërë një gabim, kanë rrethuar dhe Bregdetin. Rërën. Këtës duhet ta rrethonin. Kurse pronën, e cila është pronë private... Ti ikim këti momenti... Ta sqaroj dhe këtë. Po? Pas i merr lejen e zhvillimit, ke të drejtë të hartosh studimin gjeologjik, ke të drejtë të hartosh studimin mjedisor,